Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin al-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal-mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetet 19 dhe 20 të surës Ma'arij, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idha massahu sharru jazua. Vërtet që njeriu është krijuar i friksuar. Kur atë e godet e keqja, ai demoralizohet. Sipas këtyre dy ajeteve të begata, të gjithë njerëzit e kanë ndjenjën e frikës. Frika është e kundërta e sigurisë. Besimtarët e devotshëm e të vërtet i friksohen vetëm krijuesit të tyre, Allahu të madhruar, kurse jo besimtarët i friksohen çdo gjëje që është e fortë dhe e fuqishme në tokë. Duhet që besimtari ta edukoj veten me frikën nga Allahu i madhruar, në mënyrë që ajo të jetë shtys për bindje dhe adhurim, si dhe pengesë ndaj mëkatit dhe shkeljes së kufive të caktuar nga Allahu fuqiplot. Në porosin drejtuar birit të tij, Imam Hasanit, paqja qoftë mbi të, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: të porosisë që ta kesh frikë Allahun si në fshehtësinë e çështjeve të tua, ashtu edhe në dukje të tyre. Ky hadith e Imam Aliut na mëson se besimtari i vërtet ka të njëjtën sjellje dhe vetdije ndaj Allahut si në fshehtësi, ashtu edhe haptasi. Frika nga Allahu nuk duhet të jetë e përkohshme apo vetëm për sy e faqe, por duhet të jetë një gjendje e qëndrueshme e zemrës që udhëheq veprimet, fjalët dhe qëllimet në çdo rrethanë dhe në çdo situatë. Thënia e Imam Aliut na mëson se sinqeriteti dhe morali i njeriu provohen kur ai është në vetmi, pra është i vetëm, sepse Allahu e sheh gjithmonë. Prandaj, ai që e ruan veten nga mëkati në fshehtësi, e ka ndërtuar besimin e tij mbi një ndërgjegjje të gjallë dhe lidhje të fortë me Allahun fuqiplot. Thënia e Imam Aliut na kujton se vlera e njeriu matet nga qëndrimi i tij kur është i vetëm, dhe se frika nga Allahu është busulla që e udhëzon besimtarin në çdo rrethanë, haptasi apo fshehurasi. Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë mbi të, ka thënë: besimtari duhet ta ketë frikë Allahun me një frikë sikur të ishte në prag të zjarrit. Pra, ashtu siç friksohet njeriu kur është në prag të zjarrit për të rënë dhe pra friksohet shumë, po ashtu duhet i friksohet për Allahut fuqiplotë. Megjithatë, kjo frika nga Allahu, duhet të shoqërohet me mas dhe ekuilibër
pa teprim, e pa neglizencë, sepse teprimi e dëmton shpirtin dhe e çon njeriu në gjendje dëshpërimi nga mëshira e Allahut të madhëruar. Ndërsa shpërfillja pra e frikës nga Allahu bëhet shkak për pakujdesi, mangësi dhe rebelim ndaj bindjes ndaj Allahut fuqiplot. Frika, të dashur vëllezër dhe motra, është në përpjestim me njohjen e Allahut fuqiplot. Sa më shumë që njeriu shton dijen e tij për sekretet e jetës, për sekretet e gjithësisë dhe madhështisë së Krijuesit, aq më shumë shtohet për urësia dhe frika e tij për shkak të kësaj njohjeje. I dashur i zemrave tona, profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: ai që e njeh më shumë Allahun, ka më shumë frikë prej tij. Po ashtu është transmetuar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi se ka thënë: njerëzit me pozitën më të lartë tek Allahu janë ata që kanë më shumë frikë prej tij. Pra, sa më shumë njeriu pra e njeh Allahun, aq më shumë i friksohet atij. Prandaj, t'i vëmë në funksion arsyeën, mendjen, logjikën, ta njohim Krijuesin ashtu siç e meriton njohjen, me qëllim që t'i friksohemi atij. Nëse duam të bëjmë ndonjë të keqe, besimtari duhet të jetojë ndërmjet dy frikrave. Pra në këtë botë duhet të ruaj ekuilibrin ndërmjet pra dy llojeve të frikës. Frikës për atë që ka kaluar nga jeta e tij, sepse nuk e di nëse ajo ka kaluar në mirësi apo jo. Dhe frikës për atë që do të vijë, sepse nuk e di se çfarë i kanë rezervuar ditët e ardhshme. Për ato që kanë kaluar, të pendohet, i kërkoj falje Allahut, pra ta pastroj veten e tij me ujin e pendimit. Dhe të jeti kujdesshëm edhe për ditët që do të vinë në të ardhmen. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: vërtet besimtari vepron ndërmjet dy frikëve, ndërmjet një afati që ka kaluar për të cilin nuk e di se çfarë ka vendosur Allahu për të, pra a e ka falur apo jo, dhe një afati që ka mbetur për të cilin nuk e di se çfarë do të gjykojë Allahu në lidhje me të, pra në lidhje me pjesën e mbetur nga jeta e tij. Prandaj le të marrë robi besimtar nga vetja e tij për veten e tij, nga kjo botë për botën tjetër. Pra le të furnizohet në këtë botë për botën tjetër. Nga rinia para pleqërisë, pra shfrytëzoj rinin para se të vi pleqëria, dhe nga jeta para vdekjes. Pra shfrytëzoj jetën në të mirë, në bindje ndaj Allahut, para se të vi vdekja. Betohem në atë, pra në Allahun, thot profeti, në dorën e të cilit është shpirti Muhamedit, pas kësaj bote nuk ka më mundësi për pendim, dhe nuk ka pasaj vendbanim tjetër, veç se xheneti ose zjarri. Dhe vendbanimi jo në jetën tjetër është në dorën tonë në këtë jetë. Çfarë punojmë në këtë jetë? I tillë do të jetë vendbanimi në jetën tjetër. Nëse bëjmë të mira, jemi në xhennet. Nëse bëjmë të këqija, jemi në zjarr. Nuk ka rrugë të tretë të mesme. Është transmetuar nga Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: besimtari është ndërmjet dy frikave. Frika për një mëkat që ka kaluar
për të cilin nuk e di se çfarë ka bërë Allahu me të, dhe frika për jetën që i ka mbetur, për të cilën nuk e di se çfarë do të fitojë në të prej shkatërimeve. Prandaj, ai nuk gdhihet veç se i friksuar dhe asgjë nuk e përmirëson atë përveç frikës. Pra frikës nga Allahu fuqiplot. Ai që i friksohet Allahu fuqiplot ka disa shenja. Ndërto janë pra shenjat e atij personi që ka frikë Allahu. Për ulja dhe thyrja e zemrës, friksimi i tyre i vazhdueshëm ndaj Allahut, akuzimi i vazhdueshëm i vetes për mangësi, paksia e fjalëve, për fjalët e pakta, mos frika nga njerëzit, nxitimi dhe gara drejt veprave më të mira, si dhe mos kënaqësia me vepra të zakonshme. Pra këto janë ato shenjat e atij që ka frikë nga Allahu fuqiplot. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: për Allahun ka rob të cilëve frika nga ai, pra nga Allahu, ua ka thyrë zemrat. Prandaj ata janë të përmbajtur nga fjalët, megjithse janë eloquent, janë të mençur, të zgjuar e fisnik. Ata i afrohen atij për Allahut me vepra të pastra. Nuk e konsiderojnë të shumë atë që është e shumë për të, për Allahun, pa e konsiderojnë të pakët, dhe nuk kënaqen me të paktën për të. Ata e shohin veten si të këqij, ndërsa në të vërtetë janë të zgjuar dhe të drejtë. Pra këta njerëz që ndrojnë larg mendje mallësisë, larg arrogancës, larg vetëkënaqësisë, vetëpëlqimit. Po ashtu është transmetuar nga i dërguari Allahut, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: "Lum për ata që frika nga Allahu e ka angazhuar më shumë sa ta largoj nga frika ndaj njerëzve." Pra, u është rrënjosur në zemra frika nga Allahu dhe e ka larguar frikën nga njerëzit. Ndikimet e frikës nga Allahu i madhruar janë të shumta dhe prej tyre përmendim: e para, frika nga Allahu rregullon ndjenjat dhe emocionet ndaj krijuesit të madhruar. E dyta, e mëson shpirtin me përulësi dhe vetë zvoglim, ta e quajnë vetën, e sheh veten të vogël përpara Allahut të madhruar. Ja bën të ndjej shpirtit mangësinë e tij të vazhdueshme, prandaj nuk kënaqet me pak vepra. E mëson shpirtin të kërkojë vepra që e ofron tek Allahu i madhruar. E bën njeriu të llogarisë veten vazhdimisht. Dhe frika nga Allahu sjell sigurinë në botën tjetër. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wa ali ka thënë: Allahu i bekuar dhe i lartësuar ka thënë: "Pasha fuqinë dhe madhështinë time, nuk i bashkoj për robin tim dy frikra dhe as dy siguri." Pra, dy frikra në këtë botë, frikën e kësaj jete dhe jetës tjetër, dhe sigurinë e kësaj bote dhe sigurinë e botës tjetër. Nëse ai ndihet i sigurt për merin në këtë botë, do ta friksojë në ditën e Kiametit. E nëse ai ka frikë për merin në këtë botë, do ta sigurojë në ditën e Kiametit. Ky hadith na mëson se njeriu nuk do të ketë frikë në të dy botët, as siguri në të dy botët. Kjo tregon drejtsinë absolute të Allahut. Çdo gjendje në këtë botë ka pasojën e saj në botën tjetër. Thënia e Allahut, nëse ai ndihet i sigurt për meje, në këtë botë do ta friksoj në ditën e Kiametit, i referohet atij që ndihet i paprekshëm nga ndëshkimi i Allahut, që neglizhon mëkatet dhe detyrimet dhe që mbështetet te mëshira e Allahut pa përgjegjësi. Vetëkënaqësia dhe mungesa e frikës nga Allahu janë shenja rreziku shpirtëror.
Kurse thënie Allahut, nëse ai ka frikë për meje në këtë botë, do ta siguroj në botën tjetër, nënkupton se frika nga Allahu nuk është panik apo dëshpërim, por frikë e ndërgjegjshme që lind nga njohja e Allahut dhe e shtyn njeriu drejt pendimit, veprave të mira dhe për ulësisë. Frika nga Allahu është rrugë drejt paqes së përjetshme. Ky hadith pra nuk thërret as në dëshpërim nga mëshira e Allahut e as në siguri të rreme, por thërret për ekuilibër mes frikës dhe shpresës. Allahu kërkon pra frikë që rrugën dhe edukon, kërkon shpresë që ngushëllon dhe motivon. Frika e sinqertë në këtë botë sjell siguri në botën tjetër. Siguria e rreme në këtë botë sjell frikë në botën tjetër. Imam Aliu Pasha Qomita ka thënë, ki frikë nga Allahu që të jesh i sigurt dhe mos u ndjej i sigurt që të mos kesh frikë. Kjo thënie e Imam Aliut, pra ki frikë nga Allahu që të jesh i sigurt, na mëson se frika e sinqertë nga Allahu që lind nga njohja dhe vetdia për madhështinë e tij e mbron njeriu nga mëkati, pakujdesja dhe devijimi dhe bëhet shkak që ai të jetë i sigurt në botën tjetër nga dënimi dhe zemërimi i Allahut fuqiplot. Pra frika në këtë botë është siguri në botën tjetër. Kurse thënia e Imam Aliut, mos u ndjej i sigurt që të mos kesh frikë, paralajmëron ndjenjën e rreme të sigurisë nga ndëshkimi i Allahut dhe vetëkënaqësinë shpirtërore, mendjemadhsinë dhe neglizhencën në adhurim. Kur njeriu ndihet i sigurt nga llogaria dhe ndëshkimi, ai pushon së penduari, neglizhon detyrimet dhe kjo gjendje e çon drejt frikës reale në botën tjetër. Pra, siguria e rreme në këtë botë prodhon frikë në botën tjetër. Të dashur vëllezër dhe motra, frika e matur nga Allahu është shenjë besimi të gjallë. Ajo nuk çon në dëshpërim, por në përmirësim, përvullsi dhe vigjilencë shpirtërore. Prandaj, të mos bijem as në deprim të frikës, as në shpërfillje dhe vetkënaqësi të rreme. Kush i friksohet Allahut sot, do të jetë i sigurt nesër, dhe kush ndihet i sigurt sot nga Allahu, do të ketë frikë nesër. Frika nga Allahu është një pemë begat, e cila nëse forcohet në zemër, degët e saj do të përhapen në të gjitha gjymtyrët dhe për çdo kohë do të jap frutën e saj. Me lejen e Zotit të saj, dhe kjo frut është vepra e mirë, fjala e mirë dhe sjellja e mirë. Frika nga Allahu nuk të lë të bësh gjunahe dhe gabime. Ajo të zgjon ndërgjegjen, të zbut zemrën dhe të mbron nga egoja. Frika nga Allahu është ajo që i nxit njerëzit për çiltërsi në veprat e tyre. Janë vepra që nuk kërkojnë as shpërblim nga njerëzit, por vetëm nga Allahu. Për këtë në Kur'an thuhet ne ju ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për këtë nuk duam shpërblime as falënderim. Ne i friksohemi Zotit ton në një ditë të ashpër që do t'i bëj fytyrat të jenë të vrejtura në ditën e ringjalljes. Në këto ajete janë në surën Insan, ajetet 90. Këto ajete sipas komentuesve të Kuranit kanë zbritur për ehlibetin e pastër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Frika nga Allahu është dashuri për Allahun. Frika nga Allahu është njohja e Allahut. Sa më shumë të shtohet njohja e Allahut te njeriu, pra, aq më shumë afrohet tek Allahu dhe aq më shumë njihet ai me atributet e Allahut fuqiplot. Qofshin prej atyre për të cilët Kurani shëjtot, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Për ata që i friksohen paraqitjes para Zotit të vet, do të kenë 2 xhenete, pra 2 kopshte. Qofshin prej banorëve të xhennetit dhe larg zjarrit të xhehenemit. Allahu ju ruaj dhe ju begatoft ju dhe familjet tuaja kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqe, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.